që besoj do ta kemi diskutimin fillimisht te kjo çështje Ilir, ta nis me ju meqense sapo mbritet, çfarë mund të rezultojë është një çështje në fakt që në pamje të parë mund ju mbështes dhe publiku, se është diçka që këtu është kapur disi, jo nuk po them mat, po është kapur në vështirësi mazhoranca. Dhe e keni kapur këtë kartë, po varet se si e luani. Mundet që PD-ja ta shfrytëzojë këtë moment në seancën e 12 marsit? Po, jo, nuk është se është kapur vështirësi, është fjala dur, ishte ajo fjala mat. Po, është e vërtetë që është kapur mat, është e vërtetë që neve këto diskutime nuk duhet i kishim fare në mars, këto duhet ishin zgjidhur që vjeshtën e kaluar. Madje do duhet mos ishte emëruar fare zvendës kryeministër në shtator, sepse ju e dini që ka pas kërkesë nga faktori ndërkombëtar që të mos ishte. Në 31 tetor doli e pandehur zyrtarisht nga SPAK-u, do duhet jep të dorëheqjen vet. Nuk e dha për mungesë integriteti politik. Do duhet ta shkarkonte Edi Rama, nuk e shkarkoi për mungesë integriteti politik dhe interesash, sepse është shumë i qartë ai. Preferon luftën ta bëjë ke Balluku, jo ke vetja, kështu që e kuptojmë pse kjo ndodh. E çoi ke kjo peripecia e gjykatave majtas djathtas që dihet fare mirë se ku do jetë rezultati dhe siç e kam thënë këtë studio të tjerë, ky është kapitulli i shkruar. Pra ne thjesht po shohim tash zhvillimin, po fundin e këtij kapitulli e kemi të qartë. Njëjtë siç e kishim për kapitujt tjerë. Pastaj këtu tani hajde diskutojmë neve këto detajet e vogla, por është diskutim i cili në fund fare në zhvillimin e saj do jetë në kurriz gjithë njerëzve. Sepse fakti që ne majtëm për disa muaj një zëvendës kryeministër dhe ministër infrastrukture në detyrë, po, me dëme madhore që i ka bërë shtetit, jo vetëm buxhet, po edhe në shërbim, po, dhe më pas pam se si gjithë rrugët, qëlloj rastësia, dora Zotit, quheni si doni juve, se si gjithë rrugët e ndërtuara dhe të miqyera prej saj urdhzun, të jemi shumë qartë që këtë neve vuajmë kurriz në të gjithë. Ndërkohë që kjo telenovel zgjidhet për disa dhe do zgjidhet, neve do vazhdojmë do mbajmë peripecit e tyre në kurriz, dhe kjo nuk është e drejtë për asnjë. S'ka rëndësi kjo, PD, PS, nuk ka rëndësi. Kjo është ajo që ne dim, po aksioni i PD-s. Ajo që ne dim, sepse si do jetë, sepse këtu dalin te aktualiteti. Ndërkohë që neve flasim, neve patëm situatën ku 1/3 vendu u izolu. Ky është realiteti. Dhe ndërkohë që neve kishim një krizë të shkaktuar patjetër nga abuzimet që është bërë fondet të rrugëve, nga zonja Balluku, bashkëpunëtorët e saj, po patjetër me Edi Ramën në krye, neve kishim probleme madhore, sepse keni të bindur juve, gjithë tani në për këto dikastere, asnjë nga ato nuk ka guxim të firmosi, veproj, marri vendime. Pse? Sepse është shumë i qartë se ku ndodhet. Jo është në vështirësi, po është në rënje, është në kolaps. Pra ti sot ke një qeveri e cila nuk ditë po të jetë më qeveri. Mbas 13 vitesh kujtohet Edi Rama për kodin penal të ndroj. Pse shkon këtu? Të lutem, zoti Ali Mehmeti, hapemi në të gjitha fushat e qeverisjes. Ne mbetemi tek ajo që është PD-ja në aksion. Ka kapur një kartë që në pjesën më të madhe të publikut gjen mbështetje. Këtu a do ta le themi do ta hedh kot këtë kartë siç ka bërë në të kaluarën, apo do ta shfrytëzoj? Kjo është apo jo, Leonard? Ky është momenti. Vjedh qeveria merrem me opozitën. Ti sot ke një qeveri. Tani nuk është diskutimi për vjedhjen e qeverisë. Diskutimi këtu është se do të bëjmë propagandë pastaj për opozitën për gjithë propagandë. Vjedh Belinda, çfarë do bëj Saliu? Ju e dini që faktori ndërkombëtar e ka kundërshtuar me forcë ndryshimin e kodit penal. Kod penal i cili po vjen shumë qartë sepse ato kanë bërë dëme penale. Ata duan ta ndrojnë kodin penal sepse e dinë që do ndëshkohen nga ky kod penal. Prandaj duan ta ndrojnë mbas 13 vitesh. Se po të kishte qenë ideal, vizion politike me radhë, do kishin ndruar vitin e parë, vitin e dytë. Kur kujtohen mbas 13 vjetësh, do të thotë që ti tani do të mbrohesh, sepse e dinë që ke bërë. Po doktor, është kur ke për të bërë, kur i ke bërë, ky kolaps është i shkruajtur. Nesturi, që ta ngacmojmë pak situatën.